Drejtoria e Artit dhe Trashëgimisë Kulturore në Bashkinë Lezhë ka organizuar një takim artistik për kujtimor me rastin 86 vjetorit të lindjes së artistit merituar Det Nduhe Lazari. Në këtë aktivitet morën pjesë artistë familjar dhe qytetar lezhëan që përkujtuan Det Nduhe Lazarin si një figurë emblematike të kulturës vendase, poet, studiues dhe krijues i spikator. Ai është nga themeluesi i institucioneve kulturore të Lezhës dhe ideatori i ansamblit Qiftelia që nga viti 1966. Këto vlera duhen përkujtuar. Këto vlera gjithashtu duhen ruajtur dhe të vazhdojmë dhe t'i vlerësojmë dhe jo vetëm dhe të përkujtojmë. Secili nga ne ka çfarë të ndajë. Secili nga ne di vlera dhe jo vetëm për të artistë merituar. Det Nduhe Lazari është një yll që nuk pëllon as edhe një herë. Vargu Det Nduhe Lazarit i ka rajt në thellësi të tokës shqiptare dhe çdo varg i Det Nduhe Lazarit ke pas lezet se se keni gjuti kon tjetër, veç nga vargu i Delës. Lezhën e ka krijuar Zoti dhe artistët. Dhe një prej këtyre artistëve, gjenin të fjalës lezhane, është edhe mberi i kombit Det Nduhe Lazari. Në këtë aktivitet djali i artistit Det Nduhe Lazari, Arben Kola, kujtoi faktin se pasaporta e ansamblit Qiftelia ka si kopertinë të personazhe që lezhëanët nderojnë vazhdimisht. Unë për Det Nduhe Lazarin nuk më flas as baba jam, por do të them vetëm dy fjalë se ka thënë pionieri i ansamblit Qiftelia Gjatësari. Det Nduhe Lazari tha është faqja parë e pasaportës së ansamblit Qiftelia. Bashkia e Lezhës ka theksuar angazhimin e saj për të mbështetur dhe promovuar vlerat artistike, kulturore dhe historike të qytetit, duke vijuar për kushtimin ndaj trashëgimisë kulturore.